Aja çka është ndodhur me industrinë e sektorit të qumshtit, nesër ka me ndodhur me industri tjera. Nëse vazhdohet në sistemin e tillë, se si po sillen institucionet e vendit me prodhuesit vendor, tu pas parasysh që krejt çka kemi bërë na është të rrit vlerën e këtij vendi. Na vazhdimisht kemi fjalë gojën plot prodhim vendor, po në fakt na jemi të rënë sot prodhimin vendor me sjelljet e fundit. Është e padrejtë ajo se çka është ndodhur aktualisht. Nuk jemi kundër kontrollave të shtetit, përkundrazi. Kontrollat kanë vazhduar gjithmonë edhe kanë me vazhdu dhe do të vazhdojnë, edhe duhet me vazhdu. Ajo çka po bëhet tash po flitet sikur se sot është bërë, gjithçka ka filluar sot. Ne si vend kemi prodhu këto produkte tona. Nëse shteti I kishte kryer detyrat e veta, më na mundsu sot ishin kanë rrafat e rrjeteve zinxhirore në ashtin në Bashkimin Evropian. Kemi kërkuar disa herë takim me ta, nuk na u kanë përgjigje përpos vendimeve që ne ka qenë për ndërprerje të prodhimit. Edhe për tërheqje të mallit nga momentin që ne ka analizojmë se një numër I konsiderueshëm punëtorë, pastaj duhet mi ndërprer ato linja që kanë punuar, duhet mi preshtur nga puna. Një sasi të bukur të madhe të qumshtit, të cilat rinë për mi bën këto produkte të qumshtit, duhet mu ndërprer, se momenti ku po merret qumshti, ai hin obligim kompania ndaj fermerit. Dhe ku mi shit pastaj kur ky ta ka ndërprer shitjen atina. Ne si shoqat kemi kërkuar nga Ministritë të Përkatëse, urdhënoni bëni analizat mikrobiologjike. Nëse nuk përputhen me këto importet, tregonna edhe na ndërprejna, edhe ndërprejnë. Nëse janë të njëjta, gjitha, edhe vajrat ndyrore, edhe vajrat të tjera, në krahasueshme me këto që ka importuar. Pse më na ndërprevesh neve, nëse është e damshme një vaj bimor në produktet tona, a nuk është edhe në produktet e importuara? Ne kemi lyp veç barazi, nuk po lypëm avansim, nuk po lypëm privilegj. Me që ishtë dartën shteti ju më na privilegjun këtë drejtim. Edhe disa sene më na sqarue, edhe nëse jem në ndonjë lëshim të një garë. Problemi është që këta për na sankcionojnë neve dhe me çdo kusht po mundohen më na shkatërru. Kjo nuk është e Nuk kam në emision ai edhe thot që ka gjejt vajporë, që nuk shëndron ashtu. Ne nuk e shesim as një vitër të vendit në Kosovë. Këto bëj thot tjerë marr me kush ka dëshirë mundin e me këshyr në ATK apo nga këto vetëm me bëjmë eksport, që ky vjen importohet prej Maqedonisë në Kosovë. E kom obligim se pronari ka marketa këtu dhe nuk du me importa. Unë I kam analizat e qumtit që unë importu vendi edhe shumë shpejt I bëjë ato publike, që çdo shtet I bën analizat, po ashtu edhe njerë I konfirmoj që maj kau që e ka qit është në Maltëzi.